dallim prej fillimit, prej vitit 2000 gjërë tani, bashkëpunim më të sinqert, më të shnosh, edhe më patriotik, më vllaznor, kemi pas me vetëvendosjen, me Albin Kurtin. Ne drejtën me ju të tregu, partia jonë PVD ka qenë si lojëre parti i LDK-s. Ne kemi bashkëpunu kur ka qenë Rugova. Mi po, mas vdekjes Rugovës, na e humbëm peshën tonë, edhe ka ndodhë që kemi prit ka një avë, di avë për një takim, letari i partisë të mu. 2-3 avë kemi prit për... E ta është, kjo duhet me vazhdu, shiko, këta spedia pe kuptojnë, na imi jetima. Edhe me jetimin duhet mu sjellë ndryshe. Nëse s'na përkrajnë, edhe pse Shqipëria e ka me kushtetut e kejtë ato janë sporadike, ato takimet, kur të thirmi na me vizitu një ministri, na pranojnë në Shqipëri, s'është problem. Vetëm për vizita, me ndoni? Po edhe ankohemi i qfaqim ne ato halet e tona. Për shembull, unë kam pas rastin si drejtori shkollës fillore, kam qenë afër 12 vjetëve, kam organizu seminare për ngritje profesionale. Për shkak se ne ngritjet profesionale se një bojnë Beograd, për shkak se ata për pak arsimtar nuk bojnë organizimet të tilla, se më duhet gjuhën Shqipe, atë këtë edhe gjuha po të pengon. Me Ministrinë e Arsimit kemi pas shumë programe, kemi realizu afërsisht 3 vite. Kjo ka ndodhë dikund 2018-2021-2022, kur i kemi realizu ngritjet profesionale, vetëm i thonim, e ndronim çdo herë në gjysmë jetor, dhe me thonë dimrit i bëshmi. Për shembull, njerë i qojshim arsimtar të gjuhës Shqipe, edhe një zgjedhshme zbashku me ministreshën, kuadrët e mirë, doktorat shkencave të gjuhës Shqipe. Një vit e bënim për matematik, një vit për fizik, kimi, etj. Edhe një vit për këto lanë të shkatësisë, arte, muzikë, ku e tilla. Kështu që ka shku shumë puna mirë, mandej unë ndërprin ato, ndoshta me fajin tonë. Po si do qoftë, për krajen e kemi për Shqipërisë, por Shqipëria duhet pak në vepër mu tregu pak ma tepër. Ju thatë që me Kosovën pra keni pasur bashkëpunim më të mirë me vetëvendosin dhe me Albin Kurtin. Çfarë ka bërë Albin Kurti më shumë për luginën e Preshevës se sa kryeministra tjerë? Po njerë si pike parë na futin buxhet. Janë me 1 milion, me 2, me arritit tash deri në 4 milion euro për në vit. Edhe me ato mjete po mundemi me indimu gjitha fushën e kulturës, të arsimit, informimit, një organizatat që qeveritare për bujqësi, etjere, për libra, për gjitha këto. Keni bërë kërkesë Albin Kurtit që të përfshihet lugina e Preshevës pra në negociatat me Serbinë? Atë kërkes na gjithë një kemi pasën, mirë po shpesh na kanë thonë që kësaj here, gjatë historisë po them, kësaj here mos bëni zhurmë se jemi të punu për diçka tjetër, etj. Në ato kërkesë gjithë një i kemi, se nuk është tërheq kur farë paralelen mes pakicës serbe dhe pakicës shqiptare në Serbi. Këta të veriut Kosovës gjithmonë bëjnë probleme, na gjithmonë rrimurt, edhe ata favorizon, atë me jipen gjithë shka. Sërve në verit Kosovës? Po. Për shembull e dimi, na jemi dëshmitar se në shumë qeveri ka pas
gjdo qeveri gati se prej fillimit dhe gjërë tani ka pas ministra sërbë, ka pas zavendës ministra, ka pas resoret ndryshme, ka pas funksionet ndryshme. Kurse na kur, dhe me thonën, unë jam themelus i partisë për veprim demokratik, prej 1990-ës marim pjesë në zgjedhje parlamentare, kemi deputet 1, 2, një rast e kemi pas 3, na kur s'kemi qenë qeveri, kur. As një të mirë të ndarjes pushtetit